Plot 500 milion euro fitime të kompanive të huaja, po dalin jashtë Shqipërisë pasi Ministria e Financave refuzon të bëj funksional ligjin për bastet online. Edhe pse kanë kaluar 2 vite. Nga miratimi në parlament, mungesa e akteve në ligjore ka krijuar një vrim të zezë në ekonomi, ndërsa ekspertët ngren alarmin se zvarritja po i kushton buxhetit të shtetit miliona euro taksa të papaguara, ndërsa qytetarë të shumtë mbeten të ekspozuar ndaj krimit. Tregu i basteve online në Shqipëri mbetet një xhungël informaliteti ku përfituesit janë grupe të saktuara që veprojnë në shkelje të ligjit dhe kompani të huaja që nuk paguajnë asnjë lek taksa në Shqipëri. Shkak është bërë zvarritja jashtëligjshme e Ministrisë së Financave për të nxjerrë aktet në ligjore, duke e bërë të pasbatueshëm ligjin e miratuar nga Parlamenti plot 2 vjet më parë. Sipas ekspertëve, kjo vonesë ka krijuar një terren ideal për operatorët e huaj që operojnë në të zezë dhe që marrin nga Shqipëria rreth 500 milion euro në vit, ku vetëm taksat që do të merrte shteti për llogaritë në 100 milion euro në vit. Është duke humbur jo vetëm publiku i cili është duke investuar para, por edhe vetë shteti në mosmbledhjen e detyrimeve për taksat. Por në bazë hulumtimeve çfarë janë publikuar deri më sot, diskutohet që mund të jetë rreth 100 milion euro detyrime tatimore të papaguara. Por mos harrojmë volumin tjetër i cili humbet, që mund të rrihet rreth 500 milion euro, të cilat janë para, që nëse përsëri do të referohemi çfarë ka të publikuar janë kompani të huaja, të cilat operojnë në mënyrë jo ligjore në Shqipëri. Nga ana tjetër, kjo largon të gjithë operatorët serioz. Ekspertët ngren shqetësim se ligji po mbahet peng nga faktorë që përfitojnë drejt për drejt nga tregu i palishëm i lojrave të fatit, duke ndikuar tek institucionet që duhet ta zbatojnë atë. Është vështirë të thuash se çfarë e pengon, sepse nuk duhet të kishte asnjë pengesë në këtë drejtim, përderisa ligji detyron subjektet dhe institucionet përkatëse për të hartuar aktet nën ligjore, pasi është publikuar në fletore zyrtare dhe në një farë mënyrë bën të pavlefshëm edhe ligjin. Ka faktor madhor që duhet ta dinë të tjerë institucione pse nuk po hartojnë këto akte. Teksa kanë kaluar më shumë se 2 javë nga koha kur televizioni Klani është drejtuar me një kërkesë për informacion Ministrisë së Financave se kur do të jenë gati aktet në ligjore të ligjit për bastet online dhe se përse ka ndodhur kjo vonesë. Ky institucion ka zgjedhur të mos mbajë një shëndrim zyrtar dhe të vonojë në dhënien e një përgjigjeje. Ligji parashikon hartimin e vetëm 11 akteve nënligjore dhe dhënien e vetëm 10 licencave, por pa një proces licencimi të qartë, aktiviteti mbetet në paligjshmëri të plotë dhe kjo situatë sipas ekspertëve jo vetëm që rëndon buxhetin, por po nxit pastrimin e parave dhe po godet familjet shqiptare. Aktori tjetër që mbet është vetë publiku, i cili duke qenë pa kontroll në këto lloj subjektesh, atëherë ekspozohet që edhe ata të cilët nuk duhet të lozin dhe dëmtojnë familjet e tyre janë duke bërë atë dhe duke krijuar kosto sociale. Janë duke humbur rrogën e tyre, që janë duke marrë kredi, janë duke emigruar për këtë arsye, janë duke shitur shtëpi apo prona, i bëjnë që ata të humbasin paratë e tyre, por kthejnë edhe një barr për gjithë shoqërinë. Ekspertë ekonomistë, deputetë dhe ish drejtues të shoqatës së basteve dhe Komitetit Olimpik Shqiptar kanë hedhur akuza se tregu i basteve online mbahet qëllimisht informal për llogaritë të grupeve të krimit të organizuar të lidhur me politikën. Deri tani Ministria e Financave, që sipas ligjit duhet i kishte miratuar aktet nënligjore brenda gushtit të vitit 2024, është edhe tërësisht në shkelje të ligjit dhe në kushtet e shpërdorimit të detyrës, siç thonë ekspertët, nuk u është përgjigjur as këtyre akuzave.